processuale. Kush janë ekspertët që të nderuar ministër të ris, mirë se takohemi edhe sot në emisionin 104.1, do të flasim pak a shumë për aktualitetin politik në vend bashkë me Ali Sefajin. Nderuar, përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se gjej. Atëherë është kënaqësi të kemi në studio pas një kohe jo dhashtë të gjatë. Po flasim realisht, po fillojmë me një vendim sigurisht të mirë pritur sa përket rastit Banjës, sa kemi burgim të përjetshëm, sa përket vrasjes të reshterit policor Afrim Bunjaku. Para pak çastesh në fakt vendimi u marr nga gjykata. Si po këtë, pra diçka e mirë dhe mirë sa për dyshim. Po kjo tregon megjithatë përkundër akuzau dyshime në sistemin tonë gjyqësor, megjithatë shpesh heraj jep sinjale që është funksional dhe mrin të nxjerr vendime aktgjykime meritore e që të provoj të sjell drejtësi lidhur me shkeljet penale apo krimet e kryera ndaj jetës së zyrtarëve institucional dhe veçmas ndaj sulmit, ndaj rendit juridik dhe kushtetues të Republikës së Kosovës. Edhe rastin para disa ditësh me në emër Selën dhe ky sotit apo e forcojnë besimin në drejtësi? Po a ka mund preformojnë më mirë institucionet e drejtësisë, padyshim. Mirë po ato ndajnë fatin që e kemi ne si shoqëni dhe ne mund preformoni më mirë, mirë po mekanizmat tonë drejtësisë, megjithatë, janë kredibil në rast se i krahason me institucionet të tjera veçmas me ekzekutivin e vendit. Mendoj që këto dy aktgjykime janë aktgjykime shpresdhënëse dhe janë aktgjykime që dërgojnë mesazh qartë në opinionin publik që vrasësit në Republikën e Kosovës përfundojnë prapa grilav dhe ata do ta përfundojnë jetën e tyre në burg për arsye se shteti i Kosovës është shtet i së drejtës dhe lufton ta mbrojë jetën e qytetarit të tij dhe veçmas ai që i privon pa të drejtë qytetarët të Republikës së Kosovës përballet me burg të përjetshëm dhe që është sinjal i qartë që secili që do ta provoj këtë rrugë do të marrë kësi dënimi meritor. Dalim tek aktualiteti politik, ashtu kushtoj në krizë në vend tash sa kohë, me gjas kemi pak ditë, do thotë se përket të fatit të gjykatës kushtetuese për të zgjedhur çështja e presidentit dhe sipas zhvillimeve që po shkojnë nuk ka ndonjë marrëveshje politike, pra ka një kryenësi nga pushteti, por ka edhe një kryenësi nga opozita. Pra me gjas do të kemi zgjedhje të reja. Ajo që është, nëse mund të komentohet apo të lexohet që faji nuk e ka vetë qeveria apo pushteti aktual, që udhëhiqet nga lëvizjeve vendose, por e ka edhe opozita, e cila së duket pas disfatës në zgjedhjet e kaluara, po merr guximin prapë më ballafaqur në zgjedhjet e ardhshme, të cilat mund të jenë ndoshta qeshur apo korrekt. Vetëm në Kosovë kemi një stad zhvillimi ku opozita nuk kërkon zgjedhje, apo edhe në rast se shkojmë në zgjedhje do t'ja lë fajin pushtetit. Lëvizjave vendosje dhe Albin Kurti i kanë krijuar këto kushte dhe këto premisa që të dështoj zgjedhja e presidentit, për arsye se ata e kanë prishur marrëveshjen me LDK-n dhe në secilët deklarimet e tyre kanë thënë që marrëveshja me ta nuk mund të qëndrojë koalicioni me ta për 5 orë apo me pak. Thjesht ata kanë tregu që nuk i përmbohen marrëveshjes dhe kanë tregu që me këtë që afrohen si thot populli vetëm për ta kaluar urën, e që sikur të kishim një rrethon tjetër, do të mund të zgjidhej presidenti. Mirë pa ajo, çka nuk është e sinqertë, është qëndrimi i partive opozitare, për arsye se nuk mund ta akuzosh ti kryeministin Kurti dhe qeverisjen e tij për 5 vite si qeverisje kriminale, qeverisje hajdute, na ke izoluar me miq dhe të ngjajshëm dhe në fund thuash Albin Kurti ne po na dërgon në zgjedhje. Në rast se ju mendoni që zgjedhja e presidentit apo në vende normale, zgjedhja e presidentit do të ishte shans i artë që ti penalti, që ti të bësh gol nga pozicioni i mosvotimit të presidentit për t'ia shkurtuar mandatin një qeverie që ti e ka përfolur që 5 vjet dhe në rast se do të ishte kështu, ata edhe para elektoratit do të delnin
të dinjitetshëm dhe nuk do të dilnin që po i nxjerr zvarr kryeministri në zgjedhje, mirë po do të dilnin të tregonin që ne për tekstin e presidentit e kemi si argument për t'ia shkurtuar mandatin kësaj qeverisje. Mirë po sikur të kishte vullnet politik, zgjedhja e presidentit mund të përfundonte me 5 mars. Pas datës 5 mars. Asnjë parti nuk ka vullnet politik. Jo, padyshim që nuk ka nga asnjë parti vullnet politik. Por që Kurti po e don edhe pozitën e presidentit. Po në rast se përballesh me këso opozite, sheshazi do të ishte logjik që do ta kërkojë në rast se partitë opozitare. Po thu? Po me qëndrimet e tyre padyshim që opozita nuk e meriton asnjërin nga 3 pozicionet që i takojnë apo që drejtohet Republika e Kosovës, për arsye se për te kësaj duhet guxim politik për te numrau dhe ne nuk kemi po reagim opozitar, mund të shkoqësësh deputet caktuar të subjekte politike, mirë po partitë politike në Kosovë, veç mas opozita, kanë treguar që nuk kanë guxim për ballafaqim dhe veç mas nuk kanë guxim ta thonë të vërtetën pse nuk e votojnë presidentin dhe pse duan të shkojnë në zgjedhje, për arsye se Kosovës nuk i duhet figurë jo politike ose nuk i duhet president që i takon zjarr fiksat. Dhe e vetmja shansë për ta privu nga kjo mundësi është që të dërgohet vendi në zgjedhje. Dhe pse nuk ka një figurë unifikuese? Po nga njëherë pozita e presidentit ka shku si formë një fallë figurë unifikuese, është mundu të paktën disa herë. Jo, asnjëherë presidenti i Kosovës nuk ka qenë figurë unifikuese. Nuk ka qenë figurë unifikuese as presidenti Rugova, për arsye se nga kampi tjetër nuk është po i njëjtë. Mandej aktiviteteja Jaga në formatin si ka ardhur. Mandej edhe Hashim Thaçi, edhe përkohësisht kur është caktu Bexhet Pacolli apo edhe Fatmir Sejdiu. Mirë po megjithatë ka pas numra dhe ka pas dakordsi të subjekte politike. Kur të mungoj numrat, të duhet marrëveshja. Mirë po lëvizja Vetëvendosje dhe Albin Kurti e duan çmimin e madh. Mirë po pa paguar asgjë në kombim apo për dhënë, si thot populli, troshat për të marrur pozicionin e presidentit dhe në rast se do ta merrte pozicionin e presidentit. Lëvizja Vetëvendosje mund ta dërgonte vendin në zgjedhje pas një jave apo një muaj, për arsye se ajo prap do ta fitonte shumicën për ta bërë qeverinë dhe kushdo që do të bëjë pjesë e kësaj kampanje, vetëm do ta forconte edhe më shumë pushtetin e lëvizjes Vetëvendosje dhe të Albin Kurtit. Kujt po i komenon që të shkohet të vendin në zgjedhje për shkak të zhvillimeve në vend, në rajon dhe botë. Po shohim edhe heshtjen e stërgjatët e faktorëve ndërkombëtar, sepse në historikisht kemi mësuar që faktori ndërkombëtar ka pasur rol me dyje të mbyllura për të bërë kësi zgjidhje të ngërçeve që ka pasur nga pasluta deri më sot. Kësaj radhe, po më në viteve të fundit kemi 2 vite që ndoshta faktori ndërkombëtar një farë formë nëse mund shprehim gjuhën e popullit as çik po intereson çka po bën Kosova. Ndërkaq zhvillimet në rajon dhe botë nuk na japin hapësirë neve më marrë me zgjedhje të reja. Në rast se ti e shet qeverinë dhe opozitën, kujt i konvenojnë zgjedhjet i konvenojnë Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të saj. Ne kemi një qeveri shumë më të dobët se sa qeverinë Kurti 2 dhe kemi ministra që në rrethona normale nuk do të mund të ishin as drejtor në komunat të vogla si Juniku apo Istogu dhe kemi deputet të opozitës që thjesht vetëm marrin ato paga, mirë po nuk janë të denjë për ta bart zërin e qytetarëve dhe për të mbrojt interesat e tyre në kuvend, duke përjashtuar individ të caktuar. Dhe kur i sheh këto të dyja, Kosova dhe po asgjë më e mirë nuk mund të ndodhte Kosovës se sa shkuarja në zgjedhje e që shpresoj në të njëjtën do të korrigjoheshin figurat edhe të pushtetit edhe të opozitës, parsye se ndoshta rezultati zgjedhor do të na sillte një kabinet tjetër, qoftë edhe nga e njëjta parti politike, mirë po jo me kësi ministra që nuk do të ishin denj, të ishin drejtor në një komunë të vogël, e leme të udhëheqin kësi digasterësh qeveritare dhe pastaj shpresoj që edhe nga opozita, cila do palë të mbeste, do të nxjerrim deputet respektiv që do të mund të mbronin interesin e votuesve të tyre, të partive të tyre dhe veçmas të Kosovës
në kuvend dhe në komisione parlamentare. Pse Albin Kurti po insiston vazhdimisht që ta ketë LDK-n në qeverisje, ose në kompromis për çështjen e president. Qysh e kishte edhe në zgjedhjet paraprake. Jo edhe PDK, me qenë se nuk po funksionon me LDK-n, pse jo edhe me PDK me provu apo me parti tjera? Realisht ai edhe PDK-s i ka dërguar mesazh në SMS. Me SMS në Viber, thonin nga PDK në media. Mirë po, kur partitë opozitare e sjellin vetën në këtë pozicion, atëherë nuk mund të marrësh ofertë më të mirë se sa kanë marrë nga Kurti apo ofertë më serioze se sa në Viber, për arsye se partitë opozitare që nga fillimi do duhet të ishin të qarta. Ne nuk bëjmë koalicion me ty për shkak të akuzave që i kemi pas dhe pretendimeve që ne i kemi, ose do duhej të distancoheshin publikisht nga ato që i kanë thonë, për arsye se nuk mund të pretendosh të bëhesh pjesë e një qeverisje për cilën ti për 5 vjet nuk e lënë zez pa thonë në kuvend dhe në media. Pro Albin Kurti në këtë format ka bo përpjekje nëpërmjet LDK-s me zbe rolin apo mundësin që mund t'ja jap Vjosa Osmani në rast se bëhet bashkë me lidhjen demokratike, impaktin e saj në ndryshimin e rezultatit zgjedhor, për arsye se partitë politike kanë matje dhe din që rrështimi i Vjosa Osmanit me LDK-n do ta prish të diferencë të madhe që kanë qenë. Nuk mund të prodhoj të ndryshoj fituesit. Po thonë që do ta sfidon Vjosa Albinin? Jo, Albin Kurti në tregun politik nga figurat aktuale është i pa konkurrencë, mirë po në rast se Vjosa Osmani rreshtohet me lidhjen demokratike të Kosovës, do ta bënte parti interesante dhe së paku lidhja demokratike e Kosovës do të rritej për 7 ose 10 deputet. Minimalisht 7 deri në 10 deputet do të ishte rritja e LDK-s në rast se Vjosa Osmani garon me ta. Pas zgjedhjeve prap duhet një marrëveshje politike për pozitën e poshtë shtetit. Pra pse duhet me shku në zgjedhje ku apet kena me pas negociata për me... Unë nëse më dëgjove e thash më herët, në rast se ti është e kabinetin qeveris të Kurtit 3, vendi ka nevojë të shkojnë zgjedhje që sonte për t'i dhënë vendit një mazhorancë apo një qeveri të re, e që të mos i ketë këta emra. Listat janë pak a shumë njëjta, nuk me pak ndryshime. Po mund t'jenë edhe me pak ndryshime, ne nuk dim çfarë sjellën nesërmja, për arsye se ne zgjedhjet e vitit 2021. Nga 2 parti politike të paraafërta kemi pa rezultat me 51%. Të mos harrojmë impaktin që e ka pas diaspora me 28 dhjetor dhe numrin e madh të votuesve të banorëve rezident që kanë shku Kosovën të shkojnë pushime ose të shkojnë diasporë që është sjellur rreth 200.000. Pra janë nxjerrë jashtë votues potencial që kanë mund të votojnë partitë politike opozitare rreth 100.000 dhe kemi pas hyrje ndoshta 150.000 ose më shumë votues nga diaspora që kanë bë këtë disproporcion karshi zgjedhjeve të shkurtit 2025. Dhe nëse do të kemi zgjedhje, do të kemi funi qershorit apo fillimi i korrikut varët. Që bie është do të kemi fundin e majit apo fillimin e qershorit dhe unë besoj që të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës kësaj radhe do të votojnë ndryshe për arsye se ata vinë nga një trup elektorale dhe ajo që kemi pa ne në terren, kemi pa mbështetjen që tani duket e konsiderueshme nga gratë për Vjosa Osmanin që dikur ka qenë në tënësi për lëvizjen vetëvendosje dhe kemi procesin e Hag që në rast se përfundon mirë si presim dhe para se të mbohet procesi zgjedhor mund të ketë impakt që mund ta ndryshojë rezultatin nga 3 deri në 5%. Po thoni që kthimi eventualisht Hashim Thaçi do t'ja lë kundër rënjët Albin Kurtit? Do të ngjallte entuziazëm tek njerëzit që nuk dalin të votojnë ose që mund të jenë të pakënaqur me subjektet PDK dhe AK, e që mund të ishte një impakt që ata të dalin në zgjedhje dhe të bëhej një lloj balance ku lëvizja vetëvendosje nuk do ta kishte mundësinë të kontrollonte komplet sistemin. Si e sheh partitë opozitare në zgjedhjet e ardhshme? Për shembull, kemi aleancën që
Po e do me bën një kryetar tjetër të ri dhe kemi LDK-n që ka probleme të brendshme dhe kemi pa ashtu edhe PDK-n që pothuajse ka probleme të brendshme krahë luftës dhe krahë thonjza i paqes. Pra partitë kanë probleme të brendshme pa një lider thonjza shpirtëror, siç e ka vetëvendosja, apo siç e ka pas dikur PDK-ja Hashimin e të tjerë. Ku dy të shohim partitë tjera dhe së në këtë format si duket, në rast se Vjosa Osmani bashkohet me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ata mund të jenë partia e dytë. PDK mund të sillet tek numrat ku ka qenë një deputet më shumë apo një deputet më pak. OK-ja do ta kaloj pragun zgjedhor, për arsye se njerëzit që e kanë votuar AK-n e kanë votuar për Ramush Haradinajn dhe ai do të jetë prapë në listë në rast se s'është i pari dhe në rast se nuk është kandidat për kryeministër, ata janë të vëdijshëm se subjekti i tyre nuk mund ta fitojë pozicionin votat Ardian Xhini për jo Ardian Xhini, por Ramush Haradinaj, ndërsa këtu subjekti i cili ka potencialin më të madh e që do të mund të bënte ndryshim është Partia Demokratike, mirë po ata kanë vendosur të luajnë sikur Milano me një ekip që vazhdimisht humbet në ndeshje të rëndësishme, mirë apo ata kanë vendosur të mos ta ndrojnë formacionin, se si duket ju mjafton vendi i dytë apo i tretë. Në sportin Realia Barcelona. Po padyshim gjenerata ime më shumë lidhet me Barcelonën se sa me Realin, e tani më duket që Reali po bën përpjekje për kthim, mirë për Barcelona e ka një sezon të mirë këtë radhë siç e ka lëvizja vetëvendosje. Të Ali, faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Të nderuar miq, takohemi në emisionin tjetër, pra nga hëna e ardhshme, mirëmbëjtje. Kush janë ekspertët që